Përshëndetje miq të dashur të emisionit Ky Amër. Po takohemi sërish këtë diel bashkë, por kësaj radhe pak më ndryshe. Fillimisht uroj që viti 2026 ju ka gjetë mirë, e shpresoj që ky vit në rast sjellë gjithmonë shumë dashuri, paqe, harmoni. Sot kemi vendosur me festu pak më shumë, po gjithmonë edhe me një rrëfim e një bisedë të bukur si gjithmonë në këtë emision. Këtu për me festu bashkë me mua e kemi Xhavet Avdylin. Xhavet, mirë se erdhe në Ky Amër. Të falenderojmë shumë për kohën që ke gjetë me nda me ne edhe me festu bashkë me ne. Faleminderit shumë. Qëshje, Xhavet, edhe... Vit i ri 2026. Faleminderit shumë. Inshallah fatet gjithat mirat. Qështë ka gjetë ty 2026-ta? Mirë shumë. Tu festu me darsma, me neja, qështë ka ecë krejt, tregon pak për vitin që e lam pas? Mirë, ka qenë vit shumë i mirë. Tu punu? Tu punu, me studio, me punët e mia, bizneset e mia, normal me dasma, me hajnjët ndryshme. A ka qenë kështu në përgjithësi vit i lodhshëm? I lodhshëm po unë falendëru Zotit, shqyqyr që është i lodhshëm edhe më gëzohem, kur s'ka mu lodh që atëherë bona pak më pa u lodh nuk ka sukses, a? S'ka hit. Tregon pak a shumë që shkojnë këto darsmat për ty? A ki shumë shpesh darsma? Po, unë me darsma kam nisë më t'i ko edhe... Që sa vite? Si ke numru? Po të regoj kështu prej para vitit 2020 ose para luftës, unë e kënoj në dasma. Edhe qysh si fmi kam nisë në dasma kryesisht, edhe neja, ahenjët ndryshme, edhe kryesisht dasmat i kam fokus, është. Po kom qef une mu këthy pak mrapa, zakonisht këtë emision këthejmi të fillimi i karrierës, po më intereson pak kur ke nisë me këndu në cilën mosh, ma sakt? 2-13 vjetë është. 2-13 vjetë. Qka ke këndu fillimisht? Kongë populore. Gjithë të me thonë se ke ndruasja. Në atë ko, bile, në atë ko folklor. Po të na ju që është këputa prej folklorit, po e gjeta një frym tjetër të muzikës, që në atë ko rinia ose generata jam e dojshin pak ma shumë. Edhe shkoj shumë, i thëshin zhurka, na për zhurka, na për ditlindjet ndryshme, kemi knu, edhe na për dasmat ndryshme, po dasmat në atë ko janë majtë në oborët ndryshme. Tasht prej mas luftës, prej 2 mitës, e tek nej, normal që janë majtë edhe për 2 mitës në për oborë, po ta na kanë fillu në për restorante, se ne kryesisht ma mirë. A ma të mira darsmat atëherë atash? Tash janë ma të mira për këngëtartë, ma shkurt. Pse? Shkurt pibin. 3 orë, 4 orë, kryo dasma. Po atëherë so kanë zotë? Atëherë ka zgjatë ma shumë, shumë ma shumë. Shamull ke fillu, nëse ke fillu në 7, 2-3 s'ka pas rënë më nëllë më. A po, a? Po. Po kështu të regam që të kujtohet ty eksperienca jote e parë, kur ke këndu me një vend për herë të parë që e pagu edhe sa ka qenë pagesa e parë? 200 frangë. 200 frangë? A i bjen njejt edhe në euro ajo? 200 frangë ka qenë pagesa e parë që kemi marë në atë kohë, kur kam shku në dasmën e parë, 200 frangë i kam marë. A i ke morë vështja bashkë me ekipën? Jo, krejt komplet, jo, komplet. Ka sa ju ka romi marë? Me tonë drejtën e kena pas një farë shëshnije që ato se kena gëzu as njoni ashtu, po kena ble zërim në atë ko. Okej. Bile edhe parët për zërim nuk kanë dalë mjaftushëm, e kënë është me i shtu plus. Kështu që kryesoria kena marë 200 frangë, edhe për që ato 200 frangë kemi kënu 2 ditë. 2 ditë? Po, 2 ditë kemi kënu. Një natë mërami edhe nesër mëngjes deri sa ka orë nusja. Qysh është kjo, atë pëlqen kështu darsmat që buhen edhe të shtëpia, prej shtëpis, i qojnë në restorant, qysh është kjo farë procedura? A merë pjesë nëherë edhe të pjesa e shtëpis, kër e marri nusën, atë ka ra nëherë? Jo, asë nëherë? aja pjesë. S'ka kësi kërkesa, a?
Nështë ka, po të unë s'ka ndodhë. Nuk s'ka ndodhë? Jo, nuk ka ndodhë. Se kemi një stil muzikës pak më ndryshe. Unë, po kom qef shumë me vazhdu bisedën me ty, po mos me lodhë publikun se halon ashta nuk ja ka njës me dalën e për puna, po vazhdojna pak me muzike, po këthejmi prapë. Pa tjetër, me shumë kënaqësi. E din dashnia jem, qysh m'kelon më t'vjen men, preja dite deri sot, nuk mundan prej syve lot. E din dashnia jem, qysh m'kelon më t'vjen men, preja dite deri sot, nuk mundan prej syve lot. Jam mërzit, o jam mërzit, është mirë o veç me dit, se kam pa, zemra për gjyst mu kënda. Jam mërzit, o jam mërzit, është mirë o veç me dit, se kam pa, zemra për gjyst mu kënda. Zoti ma qofsha fal, këtë marzi qysh me ndal, e me gzu zemrën e shkret, pa dashni nuk pas ka jet. Zoti ma qofsha fal, këtë marzi qysh me ndal, e me gzu zemrën e shkret, pa dashni nuk pas ka jet. Jam mërzit, o jam mërzit, a është mirë o veç me dit, se kam pa, zemra për gjyst mu kënda. Jam mërzit, o jam mërzit, a është mirë o veç me dit, se kam pa, zemra për gjyst mu kënda. Gjavet na ke knaqë super performancë. Faleminderit. Zoni pushk valla. Faleminderit shumë. Po kom qef me kalu të një pjesë tjetër, Gjavet është edhe puna jote me vllahun. Tregon pak qysh është me punu për publikun që nuk e din, Gjaviti është vllai 2 ton, një artist shumë i dashur për publikun, qysh është me punu? Edhe ai vllau jem. Ai me koni jote ati. I bjen me qëse unë jam maj madhë, ai më konë vllau jem, po qështë... Okej. Qashtë të pibjemë. Okej, qysh është me punu me 2 toni në studio me vllaun? Mirë, Artoni ka, ose 2 toni ka një natyrë qetë dhe nuk i del punë me kërkana, e ka botën e vetë, o rritë që aty në studio jemi rritë bashkë me një farë mënyrë. 2 toni nuk e kemi shumë prezent në intervista, po tash që po të shot ty kështu prej afër, po në qasoni pak, po mdo këtë si me pas edhe ato. A ju ka thonë ai kush që për ngjani kështu? Ka pak po më varët të në qëfar kondin a shërë. Stilin e muzikës në fakt e keni ndrysh, a keni pas në njëherë konflikt për mënyrën e këndimit? Jo. Aja ka përzgjedh
një stil që i ka flejt atina. Fillimisht, nashta nuk është dëgjuaj stil, po të kur ka hin në trend që stili muzikës tina, a i ka qenë i gatshëm edhe ka përfitu. A e ke inkuadru të në muzikë dy tonin, fillimisht? Ja, a i ka pas marak, e ka pas marak shumë, e ka pas në gjak edhe me një farë mënyre, unë i tregoj ose a i më tregon diçka, po do të më kanë me marrë edhe mos me prit 2 herë, 3 me ta spjegu. Kështu që a i ka qenë talent edhe e ka pas lindën shumë. Me sa di unë, i keni 3 bashkëpunime deri tash, apo e më gabim? Po edhe një ka qenë herët shumë vite, ma herët, po 3 janë qka kemi bashkëpunime. A keni prit që ka me i prit publiku kaq mirë këto bashkëpunime? Për bes fillimi ka qenë pak, e këpëtan si në mjegull se di shumë, na e pret mira jo, po rrethit të na e kanë, sidomos kongën e parë, ose e dyta, qatë kongën e parë që e din publiku, Loqka jam që është, ata dikon një 3 muje po 4, kemi prit a me qita, mës me qitë. Keni qenë dyshime, a? Edhe kur dole? Edhe momenti, edhe kur dole tana e pom që ja ka vlejnë. A i ratë pishmon tani që e këni qitë? Ja, si kena ratë pishmon që kena qitë, e kena ratë pishmon që se kena qitë ma herët. Ma herët, po zë gjë kohën e vetë. Po kom qef pak në këtë emision me ardhë një misafer e mos me ngucën e pak, është pak e pamundur. Së është problem. Na jena ardhë këto me folë veç për ty, po më përdu me të ngucë pak me qëtin siklet, unë e ledzoj lajme shumë. Edhe kom ledzu një lajmë që dytoni është bo babë edhe është martu. Sa është e vërtet? Qysh e keni qashtu kuft? Po, me të një me a folët. Po edhe unë po thamë, qysh e keni qashtu kuft? S'po thamë, as një lajmë ma shumë s'po japë. Aj, kur dënë, e jepë, nëse është i vërtet, a i le ta thotë. Qysh më nëse den, ato ka po... Ja, s'po thamë që e di apo se di. Nëse është i vërtet, po në lenë që është në dëshime, Gjavet pa desh me zgjatë ma shumë, mes që veç e përmende bashkëpunimin tënë me dytoni Loqka jam, të ftoj, në skenë, me na i këndu fak. Po, pa tjetër, falenderit shumë. Ati e veç Loqka jeme, dashuria e kësaj zemre, gjdo dit, gjdo nat, po du me t'bas ngat. Ati e veç Loqka jeme, dashuria e kësaj zemre, gjdo dit, gjdo nat, po du me t'bas ngat. Ati e veç Loqka jem, nuk shkon dita pak për men, ti e gjys ma zemrës tem, lej, ati e veç Loqka jem, nuk shkon dita pak për men, ti e gjys ma zemrës tem, lej, ati e veç Loqka jeme, dashuria e kësaj zemre, gjdo dit, gjdo nat, po du me t'pas ngat. Ati e veç Loqka jeme, dashuria e kësaj zemre, gjdo dit, gjdo nat, po du me t'pas ngat. Ati e veç Loqka jem, nuk shkon dita pat për men, ti e gjys ma zemrës tem, lej, ati e veç Loqka jem, nuk shkon dita pat për men, ti e gjys ma zemrës tem, lej, ati e veç Loqka jeme, dashuria e kësaj zemre, gjdo dit, gjdo nat, po du me t'pas ngat. Ati e veç Loqka jeme, dashuria e kësaj zemre, gjdo dit,
s'do nat, po du me t'pas nga. Faleminderit. I kunata e vjen dita, plot me nalle shtatin rita, e unisa për gurbet, gjithë kush qa nallin e vet, e unisa për gurbet, gjithë kush qa nallin e vet. O sa shor shqiptar me si tanë Kosova është aty, mua trasin gurbet qatë, por kam emrin kosovar, e kam emrin kosovar. Por sa shor shqiptar me si tanë Kosova është aty, mua trasin gurbet qatë, por kam emrin kosovar, e kam emrin kosovar. Aty qeni lule bore, e më sjela rom Kosove. Aty qelo një bozhur, ku që zipon si flamur. Aty qelo një bozhur, ku që zipon si flamur. Por sa shor shqiptan me sy tanë Kosova është aty, mua trasin gurbet qatë, por kam emrin kosovar, e kam emrin kosovar. Por sa shor shqiptan me sy tanë Kosova është aty, mua trasin gurbet qatë, por kam emrin kosovar, e kam emrin kosovar. Qavet, folëm për bashkëpunime, të regëm, a ka nëjë bashkëpunim që është u artash rrugës? Po, kam bashkëpunime ndryshme, me koleget ndryshme, me kolegë. Nuk përdu me i cek me emër, po besoj që edhe publiku i shion ditëve në vijem. Po, për ty qysh është ma letë? A është letë kështë me pas bashkëpunime përveç vllahut me pas bashkëpunime me kolegë? A është letë, a është zërë me e gjetë një gjutë për bashkë në këndim? Jo, nuk është zërë, po varet edhe kolegu ose kolegja, çfarë nivelit kënimit ka dhe a përshtatemi, a kupton? E çata tani do të më kërku një komponim që përshtatet për vokalin e saj ose tina, me vokal temin edhe. A ki diçka më na zbulu në i projekt, diçka të ri që jetë të planifiku me vo? Kam unë këngë që janë të gatshme, veç po pres me i lansu në publik, po nuk e di datën e sakt, tash ti mos është fest, pila dhe pak disa të qëtësomi. Po qëtësu pak prej vitit të ri edhe... Po pa tjetër, të nas s'kem me qanë. vazhdu me lansem. Po kështu me balada që shiki punët? Mirë valla, mirë baladat, unë i kënaj, disa po thënë që po të shkojnë edhe... Ti me ma shumë të shirë, qka këndën? A i ki kështu për qefi baladat ajo? Po, gjithësësi. Kam me dëshirë të madhe i kënaj, po edhe këngë të ritmike, me këngë ritmike kryesisht ndasma, neja batë ndryshë. Të regom edhe pak për darsma, me qka e fillon darsmen?
Na unis do s'ma për me unis, o faman aman. Është si këngë si hymne. Po kështu kërkesat në ndryshme, a ka për me nis darsmen? Ja, kërkesat mujnë me qenë, po realisht të pjesa e këndimit e muzikës, na vendosmin edhe me mirë kuptimin e dasmorit. Kur Nusja këndon? Po, sa e bukur në ka do Nusja. Okej. Po, këngët më të mira të mundshme për Nusën edhe Dhondrin. Që ato i knojnë. Qysh është puna a e ki dikon që ti menaxhon këtu datat e darsma? A merresh vetë? Po, merrna edhe vetë, po e kam edhe një djalë, një shok temin, është Liridoni, që ati ja besoj mënyrën e komunikimit me dasmor. A, tek shumë pas Liridonin këtu me vetë sa e ki çmime? Ja, ola, aje din, unë po Të se dëna. Unë s'di ku gja. Aje din që ka bërë. Ta ti më pagu si regullë, po besoj. Po, sigur. Gjithçysh. Prej vitësh. Prej vitësh. Po. Xhavet, për mu ishte shumë knatësi me realizu këtë bisedë me ty. Kisha pas qef një ditë tjetër me të pas edhe me fol pak ma gjatë, se e di që ki qka me kallëzu. E ki kogja një farë bagazhe mas vete. Po na nuk po mujna me të lonë pak këndu, se ma adzo që e ki me të lonë veç me fol. Po mdo këtë pak e pa drejt. Kështu që kritë kjo skenë është e jotja. Unë vi në tërkohet bashkan gjitna me kërcim se edhe mos me desh me këcy me këngëtua, pak në livrit lupi. Kështu që vazhdojmë. Faleminderit shumë. Drasteve ku to kush po qon, o qanë si zeza o për jarane. Drasteve ku to kush po qon, o qanë si zeza o për jarane. Qanë si zeza o për jaran, o tu shke baron e mal po i thone. Qanë si zeza o për jaran, o tu shke baron e mal po i thone. Këmishe gjemedan, te daja jam kon. Ka po shkon moj zon, gishtat kuq me kon. Te daja jam kon. Kam po shkon moj zon, kishe gjemedan. Te doja jam kon. Kam po shkon moj zon, gishtat kuq me kon. Te doja jam kon. Sola, 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 mindilin, vete zgjodha, vete mora, ma të mirin. Sola, 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 mindilin, vete zgjodha, vete mora, ma të mirin. Sola, 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 sa mi jem, vete
gjudave të mora ma të miren. Sola, 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 shavien, vete gjudave të mora ma të miren. Faleminderit shumë. E pra me së dashur, ka që kishim edhe për sonte në kjo emër. Si gjithmonë, për fund, falenderojmë Ujrgove që është gjithmonë pjesë e emisionit, e po shpresoj që u kënaqëm bashkë me mu edhe me Xhavitin. Xhavit, që shke kalu? Mirë shumë, jemi kënaqë. Faleminderit shumë për teje. Faleminderit ty që eshe pjesë e kjo emër. Faleminderit Na ke shumë. kënaqë. Respekt, faleminderit.